Të bankës botërore me rekomandime, por edhe me gjetje vërtet shumë interesante për Ministrinë e Shëndetësisë. Kam të ftuar sot në studion e Ora News zëvendës ministren e Shëndetësisë zonjën Milva Ekonomi. Përshëndetje dhe mirë se vini. Mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën. Fillimisht, cilat janë gjetjet kryesore të këtij raportit publikuar dje dhe rekomandimet për kacet? Të jenë mos gaboj ishin 28 rekomandime që vijnë nga ekspertët e bankës botërore. Unë dua t'ju them se ky raport dhe pastaj t'ju flas pak për gjetjet. Do thënë, po të vëmë re në tregun farmaceutik shqiptar, ai është një treg i cili ka një xhiro të konsiderueshme vjetore, që vjen kryesisht nga prodhimi jashtë vendit, sepse ne prodhimin kombëtar e kemi të vogël, të ulët, dhe ndërkohë që për këto barna që ne fusim në sistemin ton shëndetësor dhe në sistemin ton farmaceutik, ne kemi dy lloj mënyra se si ne këto i blejmë. Ne i blejmë nëpërmjet listës rimbursimeve ose i blejmë direkt në për farmacit tona. Ndërkohë përveç saj kemi edhe barna që ne i përdorim në shërbimin spitalor, që janë barna të dedikuar për shëndetësinë publike. Në momentin kur u bë një studim për të parë se si po shkon kjo ecuria e tregut barnave, pse në Shqipëri në fakt të dhënat tregonin që barnat janë më shtrenjtë se në vendet tona të rajonit apo në vendet të tjera të Europës, ne menduam që duhet të ketë një analizë të thellë të çmimeve dhe të gjithë situatës makroekonomike dhe të kontekstit ekonomik ku vjen rrotull tregu i barnave në Shqipëri. Kërkuam të shikonin vetë disa gjetje në sistemet të dhënat që ekzistonin, po kuptuam që kjo ka nevojë edhe për një mentor i cili është prezent aty, dhe të ndihmon që të kuptosh në qoftë se gjetja që ke bërë është ajo e duhur apo jo. Ndërkohë, një nga organizatat që ka shumë eksperiencë në rajon në ndihmën të shërbimit farmaceutik dhe të gjithë tregut farmaceutik është Banka Botërore. Që kështu i kërkuam një ndihmë Bankës Botërore për këtë gjë dhe që nga marsi i këtij viti me Bankën Botërore ta kemi parë ka qenë janar, por pastaj intensivisht ka filluar në mars, është bërë një diskutim i gjerë për të parë gjithë sistemin farmaceutik në Shqipëri. Tani ka dy gjëra të rëndësishme. E para që duhet të themi që sa përqind e GDP-s shkon në fakt në shërbim të shëndetësisë, që kjo është një përqindje që lëviz nga 2.78 në 2.8 në GDP-n publike, por ndërkohë këto shpenzime janë si të themi të kofinancuara me shpenzimet që bën dhe vetë publiku, që bën nga xhepi i tij në shëndetësi. Që kështu, shpenzimet tona në shëndetësi që bëhen si nga publiku dhe nga privati, në raport me GDP-n shkojnë rreth 8%. Kjo tregon që ne paguajmë, ne japim nga shpenzimet tona personale në shëndetësi. Të paktën këto janë të dhënat që ne kemi grumbulluar nga 2007 deri në 2012. Dhe në këtë lloj shpenzimi që bëjmë, duhet të shikojmë se çfarë pjesë na zon në fakt barna, sa ne harxojmë për barna. Dhe po të shikosh shpenzimet strukturore të një shërbimi shëndetësor, barna zënë një pjesë konsiderueshme, por një vend e bën politikën e tij shëndetësore aq mirë sa më e vogël të jetë kjo pjesa brenda një limiti që nxën barnat. Në vendet të zhvilluara, shpenzimet për barnat në shëndetësi zënë rreth të themi rreth 7-8% të gjithë fondet që ka shëndetësia, në vendet që janë diku në zhvillim të mesëm, 12 deri në 15%, ndërsa në Shqipëri këto zënë 20% apo pak më shumë. Domethënë që ka një gjë që nuk shkon me këtë strukturë popullsie, me këtë konsum shëndetësor që kemi neve. Shpenzojmë shumë për barna. Si nga xhepi familjar, ashtu edhe nga buxheti i shtetit. Nga buxheti i shtetit. Ndërkohë që na kërkohet që të rregullojmë këtë gjë dhe kush është elementi më i rëndësishëm që ne duhet të rregullojmë është çmimi. Sepse sasia është ajo që për cilën kemi nevojë ne për të kuruar diagnoza nozologji të ndryshme. Që kështu tek çmimi është duke u menduar shumë se çfarë duhet të ndodhi në të vërtetë. Dhe gjë e rëndësishme e parë është që ne duhet shikojmë çmimin që i referohemi, se thamë që tregu është i hapur, nuk është një treg i brendshëm. Dhe ky është çmimi cifër, që është një çmim mesatar, që merret nga rajoni, kryesisht merret deri tani është marrë nga Italia, Greqia dhe Maqedonia, dhe me këtë çmim ne operojmë për sasinë e barnave që do të hyjnë në Shqipëri, që kanë fondi limit caktohet mbi bazën e sasisë dhe të këtij çmimi. Ndërkohë, duke kuptuar që çmimi i barnave është i lartë, u mor një masë e rëndësishme që ishte masa e heqjes së TVSH-s dhe ju e dini që në 1 prill u hoq TVSH-ja e barnave, që kështu çmimi i barnave gjithashtu ra. Por duhet kuptuar që edhe duhen bërë politika të mira për të vendosur çmime në treg. Ajo që ne kuptuam nga misioni i Bankës Botërore, por gjithashtu edhe nga gjetjet tona të zakonshme, të punës përditshme që zën një periudhë të caktuar kohe, nuk mbulon gjithë vitin kalendarik, ndërsa banka e ka këtë të shtrirë në shumë vende dhe e ka të shtrirë për shumë gjatë, ne kuptuam që ka një situatë e cila ka të bëjë me se si shpërndahet bari gjenerik dhe bari brand në tregun farmaceutik, ka një situatë se si vjen pagesa e vetme dhe pagesa bashkëpagesa tek lista e të rimbursuarve, dhe se si duhet
të orientohet pacienti kur duhet konsumoj barin që duhet ta konsumojë nga lista e rimbursueshme. Dhe të gjitha këto gjëra ka nevojë edhe për një promocion të vazhdueshëm, ka nevojë edhe për të vendosur gjëra në sistem dhe për ta bërë këtë sistemin e kontrollueshëm. Që kështu këto ishin gjërat kryesore që solli raporti bankës, pra që ka praktika në vende, që Shqipëria është larg këtyre praktikave, që ne duhet kontrollojmë çmimet, duhet bëjmë kujdes që këto çmime të jenë objekt ndryshimit të vazhdueshëm në të mirë të popullatës, që të lejoj blerjen e tyre dhe që të ulim sasinë e shpenzimeve të barnave në shpenzime totale të shëndetësisë. Dhe që të vendosim disa sisteme që janë sisteme që presojnë për çmime më të ulta kundrejt një principi aktiv të caktuar. Çfarë neve vumre? Vumre nga të dhënat që kemi deri tani në dogana, të dhënat që kemi deri tani në sistemin tonë shëndetësor, që na vjen një çmim barnër, që është çmimi CIF, i cili faturohet, por ndërkohë kompanitë tona marrin gjithashtu edhe një discount dhe në përgjithësi raporti me çmimin CIF, që është çmimi që ti ke matur në fillim, dhe raporti me çmimin që discount është ulja. Discount, më fal, ulja, se duhet ta them në shqip të më falësh, dhe ulja që marrin kompanitë, zbritja që ato marrin në çmime, rezulton që të ketë një diferencë rreth 15%, që është një diferencë e madhe, dhe këtë 15% në të vërtet nuk e mana, nuk e kontrollon, nuk e negocion, nuk e vendos në shërbim absolutisht shteti, e marrin vetë automatikisht. Përveç marzhit të fitimit që i ka lënë shteti, që ju në fakt e ndryshuat në vendim të Këshillit Ministrave së fundi për ta ulur, por që përveç ati marzhi pra përfitojnë dhe këtë 50% që në ulljes? Përfitojnë edhe këtë, që mund tjetë 15%, jo 50%, po 15% në total të ulljes. Si kështu, ka shumë nevojë që kjo gjë të rishikohet dhe të adresohet në mënyrë sistematike. Një nga gjërat që rekomandon raporti, për shembull, është që neve listën e barnave të rimbursueshme, do ta kemi vazhdimisht objekt updatimi, përditësimi. Dhe ky përditësim duhet të jetë të minimalisht një herë në 6 muaj, optimalisht një herë në 3 muaj, që aty hyn barna, që janë barna gjenerik, që duhet të hynë me një qëllim të caktuar, do duhet janë 30% më të ulta se sa bari gjenerik që ekziston në listë. Po praktika është një vjeçare. Praktika duhet të ndryshohet, dhe për të ndryshuar këtë praktikë ne kemi nevojë të përmirësojmë disa gjëra. E para gjë që kemi nevojë të përmirësojmë është regjistrimi i një bari të ri në tregun shqiptar. Në përgjithësi, ajo që u gjet në sistemin e kaluar ishte që një bar i ri në sistemin shqiptar regjistrohej për 22 muaj mesatarisht. Sot një bar regjistrohet për më pak se 2 muaj. Domethënë bari hyn më një herë në sistem. Gjëja tjetër e rëndësishme që duhet kemi ne parasysh është që bari gjenerik, lista e të rimbursueshme, duhet të jetë një listë e cila duhet të jetë e aksesueshme nga publiku dhe nga mjekët. Dhe kjo sot është bërë, ne kemi sot një aplikim që quhet i-barna, që mund të shikojmë çdo bar që është tek lista e të rimbursueshme. Jo të gjithë kanë akses në internet. Jo të gjithë kanë akses në internet, por ndërkohë detyra për të informuar ato jo të gjithë që kanë akses në internet është detyra e mjekut familjes, mjeku që punon me pacientin, i cili edhe ky në një të ardhme të afër do të ketë mundësinë që të zgjedhë gjërat shumë lehtë, sepse do vendoset në përdorim ajo që quhet e-prescription. Unë po e them në gjuhën angleze sepse në fakt është komplet një aplikim që vjen si praktik perëndimore europiane, se si bëhet... është receta elektronike kjo? është më shumë se sa receta, është përshkrimi elektronik. Në qoftë se unë kam një diagnozë të caktuar, sëmundje, unë shikoj principin, unë mjeku, konsultohem me principin aktiv që ka një bar dhe zgjedh barin që ka çmim më të ulët. Domethënë dhe mjeku vet do të asistohet për bërë zgjedhjen e tij më të mirë, ndërkohë asistohet me trajnim nëpërmjet listës, por nuk do ketë më mundësi për të mos bërë zgjedhjen më të mirë të mundshme, sipas një përshkrimi diagnoze që do ketë atje. Mbas kësaj, ajo që po mendojmë ne të ndërtojmë në sistemin që quhet track and trace ose sistemi i gjurmimit, i cili në të vërtetë është një sistem që ka të bëjë me vendosjen e kombinuar të disa nomenklaturave në një kod bar. Ky kod bari është një formë tjetër që quhet data matrix, sepse përmbledh 4 nomenklatura bashkë dhe në çdo moment i shikon në këtë kod, shikon se kush është prodhuesi i barit, nga vjen bari dhe kur s'ka don bari. Dhe nomenklatura e barnave e principit aktiv që ai duhet mbarti. Në Bashkimi Evropian, këtë sistemin e gjurmimit është duke përditësuar
Dhe aktualisht ne po presim sa të ndodhi ky përditësim që ta vendosim në proces, që të kemi një gjë që të jetë e barabartë, njëherë të barabartë me direktivën e EU-s dhe të gjitha këto sjellin ulje të çmimit, duhet sjellin uljen e çmimit, do e mos uljen e çmimit dhe të gjitha këto do të reflektohen si procedura tek ligji i ri i barnave dhe i pajisjeve mjekësore. Aktualisht zonja ekonome ne jemi në gjendjen që kemi çmime të larta të barnave në rajon sipas studimit të Bankës Botërore. Jemi një nga vendet që kemi çmime më të larta. Ndërkohë, për disa barna janë bërë krahasime, për barna që kanë përdorim më të gjerë, sepse ne kemi disa sëmundje kronike, për cilat ne marrim përgjegjësi që të shpërndajmë barnat në listën e rimbursueshmeve, siç janë sëmundjet që kanë të bëjnë me diabetin apo sëmundjet kardiovaskulare, të cilat kanë nevojë për të qenë të asistuar në mënyrë të vazhdueshme me barna nga shërbimi farmaceutik dhe bëhen nëpërmjet përshkrimit që bën mjeku i familjes. Natyrisht që ka disa barna që qarkullojnë në treg, shteti merr përsipër të t'japi barin gjenerik që është me të njëjtin princip aktiv si një bar që vjen nga një brand name, sepse çmimi i një gjeneriku është gjithmonë më i lirë se sa i një marke. Dhe këto gjëra ka nevojë që të jenë vazhdimisht të disponueshme për mjekët dhe të jenë vazhdimisht të lëvizshme, sepse vazhdimisht lëviz kërkimi farmaceutik dhe këto gjëra duhet shkojnë evolojnë, duhet shkojnë tek mjeku. Çfarë duhet bërë ndërkohë zonja ekonome për të ndryshuar këtë raportin ku nga buxheti i shtetit ende pjesa e shëndetësisë është e vogël, pra buxheti që akordohet shëndetësisë në krahasim me vendet e rajonit sipas studimit të Bankës Botërore, ndërkohë që nga buxhetet familjare, pra nga xhepat e tyre, shqiptarët shpenzojnë 55% për shëndetësinë, nga cilat 45% shkojnë për ilaçe. Ne na shkojnë i bie që thën popullor që i bëjmë lekët ilaçe. Domethënë, ajo që ne duhet bëjmë në mënyrë të vazhdueshme është që të presojmë në mënyrë të vazhdueshme mbi çmimet e barnave, duke vendosur sisteme regulative të tregut të barnave në Shqipëri. Lista e përditësuar e barnave të rimbursueshme, caktimi një zone për çmimet e referencës, rekomandohet shumë që të shikohen këto zonat që janë të rajonit, për shembull Kroacia, Serbia, Maqedonia, që kanë çmime të ngjashme dhe kanë konsum të ngjashëm me neve. Nga ana tjetër rekomandohet shumë që të futen gjenerik në përdorim dhe gjithashtu rekomandohet që të shikohen të gjitha burimet e mundshme për t'u aktivizuar rreth fiqëllimi. Çfarë dua të them unë me këtë se të aktivizohen rreth fiqëllimi. Ndërkohë ka nevojë që në mënyrë të vazhdueshme mjekët ta kenë në mendjen e tyre, mjekët e familjeve, që do japin alternativën e parë të listave të rimbursueshmeve. Dhe këtë gjë duhet t'ja bëjnë të ditur me shumë kujdes të gjithë të smurve që marrin shërbim tek sistemi ynë shëndetësor. Duhet t'ja bësh me dije që ai duhet të jetë i ndërgjegjshëm për ta zgjedhur, jo ta çosh të marrë atë alternativë. Ka një lloj dyshimi për cilësinë gjithnjë që mbetet, nuk po thyet dot ky pjesa e mentalitetit të cilësisë së barit. Tani, pjesa e lidhet me përshkrimin. Të gjithë shkojnë të brendi, pra i kemi prirje për shkuar të brendi, si për çështjen e veshjeve, gjithë shka e tjetër, edhe të barit e ilaçit. Shumë me rëndësishme që të shikohet përshkrimi, të lexohet, të njihet, të kuptohet bari. Dhe përshkrimi është një gjë e rëndësishme, domethënë përshkrimi i prescription që është një aktivitet që po fillon në një zonë pilote do shtrirjet në gjithë Shqipërinë, është një gjë shumë e rëndësishme që të ndihmon që të bësh pikërisht të shpjegimin, që të tregosh që brendi dhe gjeneriku kanë të njëjtin efekt. Pastaj është zgjedhja jote nëse ti ke mundësi ta përballosh një brend apo nëse ti do të marrësh një ilaç gjenerik. Është zgjedhja e një individi që ka mundësi, po ne bëjmë fjalë që shëndetësia tani nuk duhet të bëhet dramatike për familjet e aksesueshme për gjithë. Dhe nuk mund të sjellë dram tek buxheti familjar i familjeve shqiptare. Ndërkohë kur unë mjeku shpjegoj që ilaçi gjenerik ka këtë princip aktiv dhe të bën mirë për këtë gjë, të ndihmon për këtë gjë, të ndihmon për këtë gjë, dhe është pa pagesë, ajo familje e cila është në limitet e saj të shpenzimeve, natyrisht do bëj zgjedhjen e vet më të mirë, më ekonomike dhe më dobishme për shëndetin. E qartë. Çfarë ndodh ndërkohë për një problem tjetër, atë që ka të bëjë me prokurimin e barnave, furnizimin me ilaçe të spitaleve, edhe pse është shënuar një lloj përmirësimi në përpjekjet që ju keni bërë në këto 300 ditë të para, sërish edhe në një kronik të transmetuar së fundi nga stafi i emisionit investigativ Alarm këtu në Ora News, flitet për denoncime të pacientëve për mungesë barnave, konkretisht te onkologjiku. Si mund zgjidhet përfundimisht kjo çështje? Nevojitet ndryshim ligjin për prokurimeve, çfarë duhet bërë? Pyetje e mirë, domethënë, ajo gjë që bëhet kur saktohet sasia e ilaçeve e barnave që shkojnë në shërbimin spitalor dhe veçanërisht në onkologji, ka dy momente të rëndësishme. Momenti i parë është që ne duhet njohim një herë numrin potencial të smurve të rinj që ne do kemi me sëmundjen tumorale, dhe gjithashtu protokollin e kësaj sëmundje që të bëjë një planifikim të barnave. Tani ne na mungon një pjesë që duhet ta shtojmë, ta
ta nxisim për të ndodhur, që është regjistri kombëtar i kancerit, që nuk ekziston në Shqipëri, ekziston vetëm regjistri spitalor i kancerit, dhe nga ana tjetër ne duhet të fuqizojmë shumë vendosjen e disa protokolleve strikte për sëmundjet tumorale, që kështu që të bëjmë një planifikim të mirë. Mendojmë që ky planifikim ndodhi si do ta bëjmë neve blerjen e ilaçeve dhe shpërndarjen e tyre, sepse kjo është pyetja që ju më bëni. Deri tani masat që janë marrë masa që të kemi një furnizim gjithmonë më të mirë me citostatik, sepse ndërkohë unë nuk mund të them që tetori dhe nëntori ishin muaj apo dhe dhjetori muaj që kishte citostatik nëpër spitale. Për këtë arsye u caktua një fond emergjence që mbuloi nevojat më prioritare, më bazike, më urgjente të spitalit në periudhën e fundvitit dhe pastaj filloi ky planifikimi i ri. Ndërkohë, bërja e tenderit të citostatikëve pati një situatë të re në vendin tonë, i cili duke lejuar përdorimin e disa mekanizmave për barna të regjistruar brenda territorit të Bashkimit Evropian, të nxiste blerjen e atyre citostatikëve që kishin çmim më të ulët. Dhe ndërkohë procesi i tenderimit ka ndodhur, tani janë duke u lidhur kontratat, janë duke u lidhur, po furnizohen spitalet, që kështu është një proces në vazhdim. Por nuk mjafton vetëm me këtë gjë, çfarë po ndodh tani? Çfarë duhet bërë në të ardhmen? Ajo që duhet bërë në të ardhmen është që të kërkohen disa ndryshime në ligjin e prokurimeve publike në Shqipëri, në mënyrë që të kesh një kontratë në ta quajmë frame kontratë kohore, pak më të gjatë se sa momenti kur unë bëj kërkesën për mall dhe sjell mallin, sepse nevojat mund të jenë për një citostatik në këtë moment ose mund të jenë në fund të vitit dhe është mirë që ato të furnizohen si ta themi në mënyrë sistematike sipas nevojës, lidhur me nevojën time, që është e para. Dhe dyta gjë e rëndësishme është që në spitalin tonë të onkologjisë ne kemi vendosur atë që mbase ju e keni kapur në kronika që quhet KAPA, ku disa pacientë në mënyrë të menjëhershme trajtohen me një barë statik dhe nuk hidhet dhe keq përdoret ajo mbetja e barit për pacientin e parë deri tek pacienti i dytë. Nuk e di se sa mirë u shpreha, po përzierja e disa medikamenteve bashkë më bën një substancë që i injektohet jo vetëm një njeriu në njësinë e kohës, po disa njerëzve në njësinë e kohës. Por e gjitha kjo lidhet me një proces tjetër, që është procesi i mirë planifikimit të bërjes së kemios në një spital të caktuar. Dhe kjo ka të bëjë me momentin kur unë vendos një qendër që më bën planifikimin, më bën recepcionin, pranimin e të sëmurëve të mi në njësinë që unë jap shërbim. Nuk ndodhin këto gjëra po ndodhin, është vendosur recepcioni, është vendosur KAPA, është kontraktuar sasia e ilaçeve, po vjen sasia e ilaçeve, mund të mungoj, ndërkohë që mund të mungoj 1-2 që ka një lloj mungon 1-2 dhe shkëputet gjithë zinxhiri i bën. Dhe ndërkohë është duke ardhur ai 1-2, sepse janë këto planifikimet që është duke ardhur. Me thënë gjendja do stabilizohet shumë shpejt, të themi edhe për një muaj do stabilizohet shumë shpejt, sepse gjithë procesi në stabilizim. Bëhet fjalë për zgjidhje të përkohshme apo bëhet fjalë për zgjidhje emergjence gjithsesi? Pra zgjidhja e qëndrueshme do ishte ndryshimi i ligjit për prokurimin. Zgjidhja e ndryshueshme do të ishte ndryshimi i ligjit për prokurim, por ndërkohë kjo zgjidhje e ndryshueshme ka të bëjë me mënyrën se do planifikojë Ministria e Shëndetësisë në të ardhmen, ta quajmë të mesme dhe të largët. Ajo që do jetë e zakonshme do jetë furnizimi i vazhdueshëm edhe me këto situata prokurimi që kemi sot. Sa mirë do ishte të ishte ligj i mirë, por kjo s'do të thotë që njerëzit që kanë natyrisht jo, neve duhet ta zgjidhim urgjentisht këtë gjë dhe kjo gjë është dhe pikërisht ky është veprimi që po bëhet, që fundi vitit dha një zgjidhje të menjëhershme, ndërsa kjo periudhë po stabilizon situatën për barnat citostatik. E qartë, për të kaluar në tjetër çështje, ligji për barnat dhe pajisjet mjekësore që po diskutohet aktualisht në Kuvendin e Shqipërisë, i jep zgjidhje përfundimtare gjithë këtyre problemeve, i jep një lloj rruge këtyre problemeve që diskutuam apo nevojiten ndërhyrje të tjera? Ligji do të krijojë një kornizë ligjore për gjitha ndryshimet që po bëhen, sepse për herë të parë po hyn në këtë ligj edhe pajisjet mjekësore. Pajisjet mjekësore në Shqipëri kanë qenë në një treg shumë kaotik, të pa regjistruar, të pa definuar, pa nomenklatura, ndërkohë që ka një marrëveshje, ka një direktivë Bashkimit Evropian, ka një nomenklaturë Bashkimit Evropian, dihet mënyra se si hyn në Shqipëri, se si duhet hyn në një vend të regjistrohen dhe kështu kjo gjë është duke ndodhur me ligjin e ri të barnave që po merr në konsiderat dhe këtë gjë. Ndërkohë nga ana tjetër ligji i ri i barnave sjell disa risi. Risia që sjell është për shembull vendosja në tregun në një zinxhir kontrolli të gjithë ilaçeve, të gjithë barnave homeopatik që ne përdorim në vendin tonë, që nga regjistrimi deri tek hedhja në treg, te përdorimi, tek mënyra se si ne bëjmë promocion për këto barna. Një gjë e rëndësishme që sjell ligji i barnave si rritësi është për shembull track and trace që ne folëm, apo është për shembull i prescription që ne folëm, por është dhe një gjë tjetër, mënyra se si bëhet
farmakovigilenca. Farmakovigilenca në Shqipëri do bëhet nëpërmjet një agjencie që ka gjendët e vet, kudo në Shqipëri, do shtohet njësia, do krijohet strukturë e re, dhe kjo agjencia që ka këtë detyrë të re, do marrë përsipër që së pari të nxjerrë ca rregulla njerëz do bëhet kjo. Së dyti të orientojë drejt rregull farmaceutik në Shqipëri për gjërat se si duhet veprojnë, dhe së treti të ketë të ndëshkojë në qoftë se nuk zbatojmë rregullat që kemi vendosur të gjithë së bashku. Të gjithë së bashku bëj fjalë që ne kemi një parlament që vendos për ligjin, ne kemi një qeveri që vendos për vendimet e merr përsipër të miratoj vendimet që propozon Ministria e Shëndetësisë dhe diskutohet me Ministrinë e Linjës, si ajo e Drejtësisë së Ekonomisë apo dhe Ministria e Financave, dhe që merr përsipër të dëgjojë edhe zërat që vijnë nga ato që quhen grupet e interesit në Shqipëri. Dhe që vendosja, ligji është komplet një ligjëri, jo pse ne nuk kemi një ligj të shërbimit farmaceutik në Shqipëri, por ligji ka qenë aq shumë i amenduar sa kishte nevojë që të riformulohet i tëri nga e para dhe të ishte në zbatim të direktivave të Bashkimit Evropian, duke synuar për afrim, jo duke synuar për përputhshmëri të plotë, sepse ne akoma nuk e kemi në kushtet aktuale të kemi një përputhshmëri të plotë. Ju falenderoj zonja Ikonomi për këtë bisedë. Faleminderit shumë për ftesën. Isha me zëvendës Ministre në Shëndetësisë, zonjën Milva Ekonomi, diskutuam për raportin më të fundit Bankës Botërore për sa i përket tregut barnave, tregut farmaceutik në Shqipëri, ndërsa po diskutohet tashmë edhe, siç e dini, prej projekt ligji i Ministrisë së Shëndetësisë në lidhje me barnat dhe pajisjet mjekësore në Kuvendin e Shqipërisë. Unë ju kujtoj, shikues nderuar, se për t'u informuar në çdo moment të ditës ju mund të lexoni Ora Online duke klikuar në faqen tonë të internetit oranews.tv. Ne bashkë do të ndajemi këtu, faleminderit për vëmendjen.